Gjatë takimit me pensionistët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është shprehur se synimi i Partisë Demokratike është që të dalin në krye të vendeve të rajonit për rrogat e pensionet. Berisha tha se do të vendosin minimumin jetik, teksa të përcaktojnë dhe lehtësirat e tjera. Ja u them realisht të dalim në krye të vendeve të rajonit për rrogat dhe pensionet. Pse të dalim? Jemi vendi më i pasur. Ne jemi vendi më i pasur. Nuk ka asnjë vend tjetër. Asnjë vend për rreth nesh që të ketë pasuritë tona. Jo, ja u them unë ju. Asnjë. Ne kemi pasuri natyrore të pafundme. Ne kemi potencial turistik të jashtëzakonshëm. Ne kemi tokë pak por ndërmë pjellore. Kështu që ne ishim në krye të vendeve tjera për rroga dhe pensione. Sot ne kemi zbrit në fund. Berisha garantoi se nëse Partia Demokratike fiton zgjedhje, çdo pensionist do të marrë të paktën 200 euro pension minimal, duke u bazuar në llogaritjet e avokatit të popullit dhe organizatës ndërkombëtare të punës. Kemi vendosur që të këpusim mënyrën gordiane. Kemi vendosur nga buxheti i shtetit të marrim fondin dhe të vendosim për çdo shqiptar të rritur minimumin jetik 200 euro. Çfarë i intereson kjo pensionistëve? Të gjithë pensionistët, dhe nuk janë pak, po janë 2/3 e tyre, të cilët marrin nën 200 euro, 3 muaj pas ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike me buxhetin e parë, ata do marrin 200 euro. Çdo njeri prej tyre 200 euro. Pse 200 euro? Ç'është kjo 200 euro? Pse minimum jetik? Është e llogaritur nga avokati i popullit, është bashkë me organizatën ndërkombëtare të punës, se për Shqipërinë 200 euro nuk i nxjerrin nga varfëria, por i nxjerrin nga varfëria e skajshme. Po ashtu Berisha sqaroi se nuk do të hyjnë më në Shqipëri ilaçe të pasigurta, pasi do të rikthehet ligji që ndalon tregtimin e ilaçeve që nuk tregtoheshin së paku në 2 vendet të Bashkimit Evropian. Do të zgjerojmë listën e rimbursimit të ilaçeve. 2 gjëra me ilaçe. Ju garantoj që ilaçet pasigurta nuk do hynë në Shqipëri në mënyrë kategorike, sepse do rikthejmë ligjin që kishim, i cili ndalonte tregtimin e ilaçeve në Shqipëri, të cilat nuk tregtoheshin jo në 1, po në 2 vendet së paku në 2 vendet Bashkimit Evropian. Ilaçet që tregtohen Bashkimin Evropian kontrollohen nga enti Bashkimit Evropian për ilaçet dhe janë sigurta. Janë sigurta se i kanë lëndën aktive që vepron, janë sigurta se nuk kanë lëndë tjera të dëmshme në përbërjen e tyre e tjerë me radhë. Ne rikthejmë këtë ligj 100 ditë e para. Ndër të tjera, Berisha ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama duke thënë se kërkon një mandat të 4 për një piramidë të re mashtrimi. Ai u kërkoi votën pensionistëve duke thënë se 11 maj është rast për të bërë ndryshimin.